dil atje, merr pasaport greke, shko punon në Gjermani, ke Gjermania. Ai thot për zotri, ke marrë kartë identitet, ke marrë pasaportën greke, po. Si jem punë këtu? Jo, po si punon atje me leje qendri? Do të thënë, ndoshta kjo nuk është shembulli më i përpikt, por të kemi parasysh që të tërë ne duhet të marrojmë komplet duhet të akomodojmë jetët tona. Edhe unë, shkon Anila të shikon ai. Anila, ti ke kaq vite këtu. Po, punon, bën. Çfarë do hyrje dalje në Shqipëri? Ku shkon? Ka familje, s'ke familje. Pritet tu kanë vdekur. Në certifikatën e fundit që ke punë nga Shqipëria, i ke të dy pritjet dhe s'ka asnjë ku shkon. Atëre, do futen shumë dimensione. Prandaj po them, duhet të ulemi në tavolinë të gjithë, marrim laps e letër. Mund të thotë, unë punoj atje, them se kam të ardhura. I ke deklaruar? Jo. Erdhi përmbysja. Të gjithë ne, sidomos ne të brezit parë, kemi një bish të vogël, që kemi thënë gjithmonë, ma punë e madhe. E kemi thënë, se nuk kishim udhër rrëfyes ne, siç janë këta emigrantët e 2005-s që i ke organizatat jo qeveritare, atje te koka, çfarë do, përkthim, përkthyes, mjek, dokumenta, avokat, ne s'kishim asnjë gjë. Ne kishim qiellin, shtetësin shqiptar se gjenim dot se nuk dinim qytetet, bashkëdhetari, ndonjë fjalë, frika cak të mbyllur. Prandaj tërë ne kemi lënë bishta. Nuk po jap këshilla, edhe unë mund të kem bishta, të cilat duhet të mbyllen. Këtë jetutje do marrim laps e letër, siç e thash, do themi, çfarë ka mund të lënë ajër në Greqi? Kam të deklarim të ardhurave në Shqipëri, se kam bërë. Bëje sa nuk është vonë. Një po kategori të tjera të shqiptarëve atje që janë aktualisht dhe që punojnë prek ky ndryshim ligjor? Ne që punojmë, jo. Tani, nëse do të edhe në të zezë. Atëre, akoma nuk është zgjidhur kategoria punës zezë. Dhe aty do doja të dilja. Për sa i përket organizatave jo fitimprurse, përkufizohen të drejtat e tyre, sepse deri tani si shikoni në Shqipëri dhe kudo, e keni parë që janë të fuqizuara dhe udhëheqin njerëzit më mirë se shteti. Në qoftë se ti udhëheq më mirë se shteti dhe merr ato buxhete që bën, rezultati si duhet ishte? Më i mirë se rezultati i shtetit. Ti nuk mund të sjellësh trazira në shtet, kur ke gjithë të hapësire me përkthyse me mjekë, bën çfarë të duash, por rezultati është që ne sot kemi këtë situatë me emigrantët. Do të merresh me emigrantët? S'të tha njëri jo. Ku e ke rezultatin pozitiv? I ke bërë lëmsh, i ke thënë tjetrit azil politik 5 vjet si ja ke mbaruar çështjen. Po, kush është i dëmtuari? Është ky tjetri. Sa para ka paguar? Prandaj shteti tha, i përkufizoi të drejtat e tyre dhe vetëm me komisione aprovoi llojin e aktivitetit. Që shteti ta marri vetë si shtet në dorë fuqi, sidomos për burimet njerëzore. Është i detyruar ta marri, se si shumë hap kjo si vaj në lakra, organizata jo qeveritare hyr andej këtu, po puna është që njerëzit janë bërë lëmsh. Më mirë shtet, më mirë avokat, më mirë gjykat, apo me njerëz janë në organizatë qeveritare. E dhut fjala vet. S'kam adresuar asnjë njeri, asnjë person kush më kërkuar ndihmë. Kur më ka thënë Anila, ka thënë po je në organizatë jo qeveritare, rruga mbar. Rrugë mbar, rruga e hapur dhe qenë të lidhur. Rruga mbar, rruga e hapur, qenë të lidhur. Do shtet, ai të zgjidh punën. Do polici, do departament të huajve, do këtë, po urdhëro. Të shkojmë, të merremi, të bëjmë. Shtet dhe vetëm shtet rekomandoj këtë jetutje të gjithë bashkëdhetarët tanë. Shtet, jo më njerëz që siç e thot fjala, jo qeveritar. Fjala ta thot, jo qeveritar. Çështja e dokumentit është jashtëzakonisht e rëndësishme, lejes qëndrimit është, më mi shko vetë në polici. Rinovoj vetë, dëgjoj hollësira, intereso vetë, gjithmonë kam qenë për shtetin. Atëherë, kategoritë e njerëzve që punojnë, një tjetër mundësi për ardhjen në Greqi do jetë tashmë, flasim për masivitet, do jetë komunikohet një vepër shumë e madhe në Selanik, siç kam dëgjuar gjithashtu, një qendër kryevepër që do bëhet diku, s'jam kompetente as ta komunikoj, as ta vite, as çfarë buxheti. Çfarë do duhem? Do duhem 800 punëtor. 800 punëtor është një masivitet. Viza e punës së këtyre punëtorëve do bëhet në kohë rekord. Si do bëhet përzgjedhja? Nuk e di se mund të shkojë një roba qepse dhe thotë unë dua të punoj në ndërtim e fabrikës, ose ditë he themele, ose ditë të punoj me gips, ose nuk besoj. Pra, cilat të jenë kriteret që ai biznesmen kaq i madh do kërkoj punëtor, do t'i publikoj
Se thash, nuk po do t'i rroba qepse, unë ka punu të rritë rroba qepse do vit tek ju të pra të dali, do i thot, ditë bësh mur, ditë lyesh, ditë të bësh dritare, ditë të presësh xhama, ku diun, ditë të shtrosh dysheme, po, ditë punosh me gur, ditë punosh me dru, po, hajde. Prandaj, do dali kriteret, por koha do jetë, e thoshte tamam, procedurë ekspres. Vajte, deklarove, kam punuar në Greqi, mbi këtë objekt pune, dua të shkoj prap, vajte, deklarove, ardhja do jetë ekspres në Greqi për veprat e mëdha. Pra siç e shikoni, do ketë goxha prurje. Dhe aq më tepër që neve realiteti grek dhe pronarët grek dhe punëdhënësit grek e njohin dorën e shqiptarit si punë. Dhe është mjaft e preferuar. Kështu që unë besoj se do jemi vetëm të përfituar. Një kategori e vogël që besoj se nuk do arrijë, do jenë ata që kanë bërë cirk, e thot fjala. Shko atje, ri atje, merr liqëndrimi, hajde këtu, ndrobi emër, ndro emër, shko atje. Mira, me që jemi tek lejet e qëndrimit tani, se kam parë komente të shumta dhe në rrjetet sociale që pyesin 3 vjeçare, do bëhen 10 vjeçare, si është rinovimi, si është kjo, ndryshon diçka? Dikur leja e qëndrimit ishte jashtëzakonisht e shkurtër, ishte tani do hapet si periudhë kohore, do shtrihet. Pse? Kur ti e ke lejen e qëndrimit 1 vjeçare, sikundë dhe unë, ku ishte vështirësia? Një gjë të ndodhte, siç e thash për provimet. Një gjë të ndodhte, unë kisha haruar të bëja Krishtinë dhe vit 3. Pse? Sepse sa po mbaronte dhe hynte viti i ri, unë do të japja provimet. Unë s'dija ç'ishte viti i ri, e kisha harruar. Vite beharit do të jepshe provimet. Ti merrje provimet, sepse në gusht do t'rregoje që kalove shkollë, ai thoshte, më bler vërtetim shkolle. Ty të thoshte më bler vërtetim pune. Dyshin ato. Me vërtet i thoshte Anila isha në universitet, por çu ka edhe mua mikte. Tani ajo zgjerohet dhe unë nëse do isha sot në atë moshë, dhe ti që punoj, nuk do keni mandë. 2 vjet janë më se të bollshme që të shkëputin këto prangat e institucionit me studentin apo prangat e institucionit ose punëdhënësit me ty. Ti nuk arrije të lëvizje brenda një viti. Ti thoshi ku të filloj të gjej punë, kur do ta gjej punë. Ai e fillon në shtator punën e re. Më ka thënë një ish punëdhënës, hajde tek unë në shtator se do punosh me mua. Po ti kisha aq frikë se ti në nëntor duhet të bëje depozitimin e lejes e rinovimit letër, e lejes qëndrimit. Nuk ikje. Tashi për 2 vjet, edhe sikur ti japësh kohë vetes 2 muaj, 3 muaj shkëputje nga puna, që të shkosh më mirë, aty ku e meriton, aty ku do, se ky të sillet keq. Pra, shkëput vartësinë e punëdhënësve, që thoshje ti do s'do, të pëlqen, të pëlqen, ti do ishte ku do shkosh, s'ke kohë. Ndërsa unë tani kam kohë. Studenti ka kohë, punëtori ka kohë për 2 vjet, të shkoj të bëj një provë në ishull, prova në një ishull, do 2-3 muaj, 4 muaj përgatitje, do vesh, do gujosh me familjen, do gjesh punën, të mori rroga. Këto dikur nuk i bëje dot. Sepse nuk kuptoj që ti s'ke kohë brenda një viti të bësh këto lëvizje. Çfarë si bëhet eksperimenti me familje në ishull? 3-4 muaj sa ta mësosh punën, çikosh, nuk bëheshin. Pik. Tani i ke të tëra mundësit dhe të zgjidhësh punën, dhe të shkosh në një punë më të mirë, sepse kur ndrojmë një punë, kjo është e kleçka, kur ndrojmë një punë, duhet t'i japim vetes 2-3 muaj kohë pa punë. Do shkëputem nga kjo, do shkoj tek ajo. Kjo kohë ishte luks dhe nuk e kishte asnjë. Prandaj, edhe ata që duan të bëjnë lëvizje 2 vjeçare, rinovimi pastaj, tani shkalla e klima ka quhet, do të thënë shkalla 2 vjeçare, 5 vjeçare, ato sigurisht do ketë shkallë derisa të shkosh tek përfitimi i pasaportës greke. T'ju them një shembull sepse do dëgjoj dikush do thotë prap do pyesi veten me pikpyetje. Fitoj nuk fitoj. Vjen një vajzë në zyrë dhe më thotë, më prunë prindej 2 vjeç në Greqi, mbarova shkollën 8 vjeçare dhe të mesme, bëj një shkollë për kualifikim teknik 2 vjeçar, jam martuar paralelisht, kam litur dhe një vajzë si drita. Sa vjeç je? Prandaj e pyeta qëllimshëm. I thash sa vjeç je? 23. I thash, shkove ndonjëherë u interesove për marrjen e pasaportës, se kategoria atyre që kanë studiuar 12 vjet ishte 5 minuta punë, printim nga kompjuteri, certifikat, jo certifikata e merrte nga Shqipëria, Gija e thash gabim, fotokopje të pasaportës, një certifikat nga vendi lindjes, një tezë, një dal, një hall ose vajte e nxori vet, 2 vërtetimin e shkollës që ti je atje, dhe një certifikat familjare që je martuar me fëmijë. Këto 5 dokumenta e fusin në zarf, i dërgojnë në Athinë
të merrnin telefon ose të dërgonin një mail, hajde se merr pasaportën. Kjo vajzë la. Përse e le? Pyetja. Arsyeja. E lash kot se fëmia ishte i vogël, s'kisha ndërmend të udhtoja. Kjo nuk është arsye, nuk i thuhet se të lash kot. Me rezultat të mos mundi të bënte dokumentat për pasaport, që ishte aq kollaj, sepse 5 muaj para kishte dalë ligji që thoshte me 7 vjet qëndrim në Greqi. Dhe për të marrë pasaportën kaq kollaj, ajo kishte vetëm 3 vjet. Brenda 3 vjetëve merrte pasaportën me 5 letra në një zarf. Dhe me 50 euro fjala vjen. Ndërsa ajo kishte vajte viti 5 dhe jo vetëm që nuk e bënte dot, se kishte mbaruar, po duhet priste edhe 2 vjet të tjera që të vinte. Prandaj kur del një ligj, duhet ta